Xhamia e Ethembeut është një xhami e ndërtuar në Shqipëri nga Mulla Beu nga Petrela, rreth fundit të shekullit të 18. Mbi derën e parë të xhamisë edhe sot e kësaj dite gjendet një ras, në të cilën vërtetohet që kjo xhami u ndërtua nga Mulla Beu, një njeri i pasur Tiranas, i cili me qëllim bamirësie i hodhi themelet e para të kësaj xhamie në vitin 1791. Mulla Beu, i cili hodhi themelet e kësaj faltoreje, arriti të mbaroi dhe cepat e kubes së kësaj xhamie. I ndjeri nuk mundi të përjetonte zbukurimet dhe pikturimet në këtë xhami pasi ndroi jetë në vitin 1807. Falallahu të lartësuar, i biri Mullahit, Haxhi Ethembeu, i pasur me dije dhe pozit, arriti të plotsoj minaren e xhamisë. A i bëri dekorimin me piktura të xhamisë, si dhe ndërtoi tavanin e saj. Që pas kësaj kohe, ezani filloi të dëgjohej nga kjo xhami në 5 vaktet e ditës. Për arkitektin e kësaj xhamie nuk ka të dhëna, por për anën e pikturimit të xhamisë, mes popullit të Tiranës flitet se kanë qenë 2 qytetar intelektual të Tiranës, të quajtur Mulla Isuf Zorba dhe Mulla Halim Bulku. Një veçori e kësaj xhamie është futja e elementit të natyrës në dekoratimin e xhamisë. Salla e xhamisë është e ndarë në kate, në të cilat gjejmë natyra të qeta, të cilat ngjiten deri në kube. Kubeja e xhamisë me një pamje madhështore është e zbukuruar me Ajetul Kursi, shkruar në formë spirale, ndërsa në fund të kubes janë shkruar të 99 emrat e Allahut të lartësuar. Xhamia përmban 18 dritare, ka një mimber të madh prej druri. Në xhami gjithashtu gjendet edhe mafili, në të cilin falen gratë. Xhamia e Haxhi Ethembeut është e vetmja ndër 8 xhami të shekullit të 18 dhe të 19 të ndërtuara në Tiranë që e shohim ende sot. Xhamia qëndron mbi themele në formë kuadrati dhe zë një sipërfaqe prej 301 metra shkatror. Xhamia është ndërtuar me gur nga fshati Shishtufin që ndodhet në afërsitë lindore të Tiranës. Asnjë nga të 4 fasadat nuk i ngjan njëra tjetrës. Tipi i xhamisë është me sofa, portik, e cila ndodhet në formë lëje në anën veriore dhe lindore të faltores. Sofaja është rrethuar nga ana e jashtme me 16 kolona prej gurësh monolit 2.90 metra të lartë. Mbi kolonat e rumbullakta qëndron një harkade përbër prej 15 harqesh, 7 në anën lindore, 5 në anën veriore dhe 3 në anën perëndimore, në formë gjysmë rrethi i përhapur në Shqipëri që në kohët antike. Element ky i cili dëshmon se mjeshtri arkitekt ka respektuar traditën vendase. Kolonat janë të pajisura me kapitele të dekoruara me ornamente motivesh vegetale, të skalitura në relief, të cilat vetëm tek tuk i ngjajnë njëra tjetrës. Kolonat janë të lidhura midis tyre me kangjella prej hekuri. Hyrja e sofas, pra portali i jashtëm, si dhe hyrja në faltore, që është portali i brendshëm, ndodhen në anën veriore të xhamisë. Brenda faltores në anën jugore ndodhet mihrabi, altari në formë cilindrike të zvarguar në mur. Në të majtë të mihrabit është mimberi. Përkundrejt tyre është mafili që zgjatet në krejt anën veriore të faltores. I mbështetur mbi 2 pilastra guri të dekoruara, 18 dritaret e xhamisë janë të ndarë në 2 rjeshta horizontale, të cilat në numrin më të madh i japin asaj një dritë të kufizuar për të krijuar një ambient mistik. Nga jashtë kubeja e cila ngrihet mbi një pullaz me bazament 8 këndësh respekton stilin arab. Minarja mbështetet mbi një kull të veçantë, gati të shkëputur nga faltoria 2.25 metra e gjatë, 2 metra e gjerë dhe 9 metra e lartë. Kulla është e përbërë prej 37 rjeshta gurësh. Xhamia e Tiranës është një monument me vlera historike e cila në harmoni me kullën e sahatit formojnë një kompleks monumental me vlera për qytetin ton që i prezantohen çdo vizitori që hyn në qytetin e Tiranës. Xhamia ka filluar të ndërtohet në vitin 1794 nga Mulla Beu. Periudha e ndërtimit zgjati deri në vitin 1821.
ndërtim që u përfundua nga i biri Mullabeut Ethembeu. Ambientet e brendshme përbëhen nga salla e lutjeve mbuluar me kupol, portiku dhe minarja. Ndriçimi i brendshëm bëhet nëpërmjet 5 dritareve në secilën faqe të vendosura në 3 radhë. Ka vetëm një portë hyrjeje në anën veriore. Para portës së hyrjes ka një vend shtesë për lutje duke përfshirë edhe kahun lindor. Portiku mbështetet mbi një bazament, veshja me gure të cilit është bërë pak më vonë rreth vitit 1940. Portiku qarkohet me 14 harqe vendosur mbi 15 kolona një copëshe prej guri mbi të cilat kemi kapitele të zbukuruara me motive bimore. Përveç portikut, Haxhi Ethembeut i takon dhe ndërtimi i minares e ndërtuar nga gur të gdhendur prej mjeshtrave të përpunimit të gurit. Me interes janë edhe gurët prej mermerit të zbukuruara po me motive bimore. Në përfundimin e ndërtimit në vitin 1821, bëhet edhe pikturimi në brendësi dhe në anën e jashtme të sallës së lutjeve. Xhamia e Haxhi Ethembeut dallohet dhe nga stili unik i kullës me kupolën e ndriçuar bollshëm. Në përgjithësi, pamja e saj e jashtme së bashku me minaren janë tepër harmonike e në përpjestime të arira. Për vlerat që ka, xhamia është shpallur monument kulture në mbrojtjen e shtetit. Me njëherë pas ndërtimit të xhamis, fare pranë saj u ngrit edhe kulla e sahatit të qytetit. Xhamia me sallën e lutjes është mbuluar me kupol plumbi dhe me portikun e hapur në formë lëje, të mbuluar me çati të drujtë dhe tjegulla vendi. Paraqet një rast të kristalizuar të traditës shqiptare në arkitekturën e xhamive. Xhamia në qendër të Tiranës është gjithashtu një dëshmi historike e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror që e karakterizoi Tiranën gjatë shekullit të 18 dhe të 19. Xhamia e Ethembeut dhe kulla e sahatit në Tiranë përbëjnë një duet të mrekullueshëm historiko-kulturor. Të dyja ruajnë vlera të pashlyeshme historike, prandaj dhe janë destinacion i përhershëm i turistëve të huaj.